Fjala energji u bë kryefjala e vitit 2025. Në një vit të trazuar politikisht, kriza energjetike u shndrua në një nga betejat më të ashpra publike. Përveç protestave të qytetarëve kundër shtrejtimit të rrymës dhe kundërshtimeve të bizneseve për dalje në treg të hapur, energjia u kthye në arenë përplasjeje mes partive politike, me akuza të ndërsjella për keqmenaxhim dhe lidhje me atë që u quajt mafia energjetike. Shteti hyri në vitin 2025 me paralajmërimet për shtrejtim të rrymës. Zyra e regulatorit për energji miratoi rritje prej 16.1% nga maji 2025 deri në maj të 2026. Rritja e tarifave të energjisë nxori në pa edhe dyshimet për marrëveshje mes Keskos dhe kompanive që merren me tregtim të energjisë, e që dyshohet se rritën çmimet e importit të rrymës gjatë 2024-s, kosto që Kesko kërkoi t'u bartët konsumatorëve. E Ministrja në Detyre e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se kostoja e lartë e importit lidhet me bllokimin e linjave interkonektive nga Serbia. Serbia obligohet që deri me 1 korrik të vitit 2026 më së largu të hap linja dhe të liroj tregtimin në linjat interkonektive me Kosovën, që do të përmirësoj sigurinë e furnizimit dhe do të ketë ndikim në uljen e çmimeve të kapaciteteve interkonektive. Ndërkohë të dhënat tregojnë se importi i energjisë është rritur me rreth 48%, ndërsa prodhimi vendor ka rënë afro 20%. Ekspertët paralajmërojnë se këto zhvillime mund të çojnë në rritje të re të tarifave në vitin 2026. Në bazë të dhënave të doganës, rrjedh që në 3 mujorin e parë të 2025-s janë importuar rreth 125 milion euro energji elektrike, ndërsa në 3 mujorin e parë të 2024-s janë dikon rreth 45 milion. Kjo e rrit edhe frikën që të kemi ndoshta nevojën edhe për korrigjim të tarifave të energjisë elektrike në vitin 2026. Opozita akuzoi qeverinë për lidhje me kompani tregtare të energjisë. Hajnia më e madhe që po u bëhet qytetarëve të Republikës së Kosovës gjatë këtij mandati është pikërisht hajnia përmes faturave të energjisë elektrike. Këto akuza fillimisht u hodhën poshtë nga deputeti LVV-s Armend Muja e më pas edhe nga Ministrja në Detyrë Rizvanolli. Po thuhet se disi qeveria ose lëvizja vetëvendosje është e lidhur me kompaninë EFT. Dua ta them qartë, asnjë zyrtar i qeverisë, as i lëvizjes vetëvendosje nuk ka asnjë lidhje me EFT-n. Është komplet gënjeshtër. Problematik që e karakterizoi sektorin energjetik është edhe detyrimi rreth 1300 bizneseve të mëdha të dalin në treg të hapur të energjisë. Zëreja me këto veprime e ka dëmtuar klimën e të bërit biznes në Kosovë, e ka dëmtuar ambientin miqësor të bërit biznes në Kosovë. E sipas zërejës, kthimi këtyre konsumatorëve në tarifa të rregulluara do të dëmtonte rreth 750.000 konsumator familjar me rritjen e tarifave të energjisë. Vendimi i zërejës u atakua në gjykata, por që gjendja nuk ndryshoi. Dalja në treg të lirë e bizneseve është dërguar edhe në kushtetuese nga PDK-ja, por lënda nuk ka marrë epilog. Me rënjën e temperaturave u rritën edhe konsumi edhe faturat. Me të nisur dimri, qytetarët kanë ndjerë më shumë rritjen e tarifave që u bë në maj, e në disa komuna qytetarët janë përballur edhe me ndërprerje të paparalajmëruara të rrymës. Me rënjën e prodhimit vendor dhe rritjen e importeve, frika për një tjetër rritje të tarifave në 2026 mbetet reale.